e kapa një herë, 10 herë Odeta. Ajo kënaqesh me burrin e saj dhe me tim shoq. A shkon që të kapa i themi? Ik më kur më tha mua. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni duke u abonuar poshtë tek fotoja ime. Siç u thash edhe dje, ditën e sotme ne do të vazhdojmë historinë me emigranten në Shtetet Bashkuara të Amerikës, e cila ditën e djeshme tregoi tradhtinë e bashkëshortit që pas 4 viteve martesë, në fakt një jetë të vështirë që e bëri në Shqipëri, por me ëndrrën për t'u larguar drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe për të patur një rifillim të ri, ajo u zhgënjye më së shumti nga bashkëshorti edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës ku jeton aktualisht. Për gjithë ata që nuk mundën dot të na ndiqni ditën e djeshme, unë dua të prezantoj një klip të shkurtër kur kjo emigrante ka qenë me mua live dhe ka treguar vërtet momente të vështira nga jeta e saj dhe rikthehemi. Atë ditë që jemi zem, pastaj për në shtatzaminë e dytë që jemi zem, më ka qute babi, që viles duke qarë me syze, më ka thënë vërtet, do të ikësh po i thashun ati. I thot babit, këto ziren shumë, po unë tha babi, nuk kam çaturim brapa derës atyre, i tha babi, unë e kam qup, ky duket ka qenë i lidhur me këtë femër tani që po më shkatëron mua. Vin xhaxhai i thot babit në mëngjes, unë isha atje, unë isha në muajin e 8, më duket. I thot ai e ka ndarë. Vetët e shtëpia marr rrugën vetëm sepse i kishim afër, kam ikur në kemp, vetët e shtëpia atje. I them që sqarosh atje me atë person. Qysh është muhabeti se unë e dëgjova. Vin nga toka edhe vin duke përshtitur. Çfarë kërkon ti këtu? Më vërtet mua ashtu dukeni e beni. Sepse unë s'kisha arsye të më ndante, e kupton, nuk kisha ndonjë gjë që të më ndante. Edhe e din gjithë fshati aty kush jam unë. Fillon ky të shkruante me një femër, më thot vajza më ish klas 6. Ma, babi flet me një femër. Filloi të fliste me një femër, i dërgonte gjëra. I thosh asaj unë jam i dashur me ty. Po që edhe ti më shkruaj sot edhe pikë se kishim folur dhe përpara këta. E marr në telefon, i them, "Ore maskara. Ti shkruaj se femra jam i dashur me ty i martuar." Edhe një lapazhare si e femër. Pa jo më qate hallet, ande po më talsha, ande po këtej, e ka marrë telefon. Të lutem të përgjërohem me helmo, më bëj çfarë të duash, jam tallur me atë, të tjera, sa jo vetë kërkonte, ande po këteja. Erdhi në shtëpi, e Odeta, për kokën atyre 3 fëmijëve që kam dritë sy që vetëm ata duan në këtë jetë, më ka pusur kemër. Nuk e fala Odeta. Më kthye urrëtia 94 që më kishte torturuar në atë mënyrë, që më kishte ndjekur sikur isha një çfarë të them, për çfarë për disa lavire. Tani si çma ke bërë do ta bëj, domethënë. Unë për ta bërë xhelozat, po me këtë djalin s'kisha asgjë. Ky pastaj e kapi që unë po flisja me këtë çumin që tash nga Greqia dhe u bë xheloz. I dëgjuam momentet kur kjo emigrante zbuloi tradhtinë e bashkëshortit, kërkoi të shkonte në divorc, e fali, u rikthye, u bë nëna e 2 fëmijëve, por historia e tradhtisë vazhdoi dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por çfarë do t'rregoj sot në këtë pjesë, në këtë episod të dytë, unë do hap dritare dhe do e ftoj për ta dëgjuar. Si përfundim, i thot kjo mos më shkruaj me këtu. Thashun këta flasin diku tjetër. I them ti shokut unë, shiko ti më ke thënë që do të ndihmoj, po thot. Them unë ata flasin diku, po mund të ketë një numër saj. Vete unë e gjeja i mbante gjithmonë portofolin e mbante në shtëpi. Kishte një hap që mbante në makinë. Kur flej gjuma i mat çelsa tu na hapa atë dhe kontrolloi gjej një numër, po i gjej gabimisht e kishte numrin të saktë, po ai jap gabimisht. Ai tha nuk del, ai zonë WhatsApp nuk përdorja WhatsApp, e kupton? Nuk e përdorja WhatsAppin. Më thot mua, putu prap, të nesër ndark prapë ja gjej numrin unë saktë. Kur mëngjes muajin 5 mëngjes ma dërgon ai shoku, ma dërgon foton e asaj të WhatsAppit që ai flet me këtë femër, ishte ajo femër. Ishte ushtris ajo femër, ushtris që kisha futuru. E po mirë, më shkruanim shoq, ma e zemra çapo bëna ti, unë ja dërgoj foton e asaj. I them ti flet me këtë femër, akoma i them unë ty do të shtu nga jeta ime. Çatua, e mohonte. Erdhi në shtëpi u zon keq, u bëm keq. E po mirë. Pastaj që çfarë i kishte treguar çdo gjë asaj që unë kam marrë nuse të mira ndaj po këteja se femrës. Flisnin si shok, e kupton? E po mirë, më jetë mua shoqe kjo. E pranoj unë te. I them tim shoqi, po fole me mirë i ti. Po hetë edhe tim shoq. Në Facebook. Mirë pranoj te unë në fillim ati, sepse unë doja deri ku do arrim këta njerëz të dy. E po mirë, thash unë se mos flet me atë femër. Jo, thot ai. Kam ta shikojmë do flasja apo jo.
I them unë kur më merr një ditë telefon ma kjo, edhe I them unë atij, do flas mballë me burrin tënd, I thash unë me burrin tim edhe bashkë, nëse do të jetë shoqe me ne, I thash unë. Jo, thotë tim shek, nuk do të flasu me atë, thotë, për këtë femër. Zonë të flisën sy tim. Me atë, po flisë fshillasi. E po mirë. E kapa një herë, 10 herë odeta, u zoom, u bem, pastaja, ata që nuk flas me mu, betua që nuk flas me, më çonë ndarje, më çonë gjyq nëse unë tim kap mua prapë. Okej, tash. Unë futa këtë djalin tani, I thash futu te Facebooku saj, dhe provokoj atë femër. Edhe thuj që jam I ndarë ande po këtej. U fut ky djali në Facebookun e saj, kjo I tregoi të gjitha, kam dash një djalë bla bla për tim shoq. Ky më dërgon mua me screenshot të gjitha, çfarë I thoshte ajo. Edhe pa ishi martuar, ka gjetur vetë tjera, I thosh disa gjëra. E unë I them burrit tim, vërtet e pas këtë dashur të jetë unë atje? Dhe gaboj unë që unë nuk e mbajta me I fjalë që ta prisja. Kjo të nesme ne kishte marrë këtë, kishte po ti më tradhton mua ja dërgon tjetrit fotot, kishte nga e dinte ajo që unë ja dërgoja tjetrit, që ata kishin komunikim bashkë. Këtu kapën që ata flisin me njëri tjetrin, e kupton? Jo nuk flas do thaj. Jo nuk flas. 6 muaj e kapa. Po. U futa në ati mobili, ai nuk fliste me asnjë lloj app, fliste me tekste kështu. Që të chargjin mbi $1.000 apo mos me çekse, por shqyr nuk na kishin chargju lek. Ja plas në surrat, I them do shtukesh na jeta ime. A shkon që të kapa I them. Ati, jo, e mohonte. Kishte fol Luka qerë, po them, e merte ajo, e merte ky, nuk e di çfarë flisnin. O doni të kapin ata fëmijë dashnorët e mi që unë pusja. Unë pusja njerëz për të kapur këtë. E kupton? I qartë, po gjithë problemi tani në mes te dhe atit është pikrisht kjo e dashura e ti në kohën e ushtrisë apo ajo tjetra? Ajo nuk fliste me ata, po fliste nuk t'i gjen, nuk më interesoj me ajo. Unë I bëra divorcin online atje. Ai nuk e pranoi grisi ato fleta. E lash të hapur. Nuk ishin marrëdhënie të mira, nuk flia me ata, flia me djalin e vogël, s'kishin fare, më mete me zor. Si përfundim pastaj e kapa kisha ardhur kjo në Amerikë. Se I futa dhe kësa njerës unë të dje historinë e 94-s. Po, tani u lidhën bashkë të dy prapë. Nuk e di, nga këtë histori që kisha futur njerës, apo nuk e di. U lidhë prapë me këte, unë nuk e di është e dashura, apo nuk është dashura. E I gjithsa nuk respekton gruan e ti, familjen e ti dhe mbron atë femër, e do atë femër, sepse ajo ka burr, ka familje. Ai ka shkatruar fëmijët e tij dhe gruan e tij për atë femër. Kjo femër ai mbron atë në të gjitha anët. Je ti kurva thot dhe ajo nuk është kurv thot. Kur ajo është me burrë dhe berret me burrin tim, kupton? Lera të kosh, sa ajo koshës si ka thënë ai atëri që u hapi Facebooku, ajo ishte nothing, ajo iku. E qartë. Ajo nuk ishte kush, ishte një rrëmbysje kohës, kupton, që futesh Facebook. Po kjo e këtë ndaloj me këtë ushtrisë ky. Ndaloj për mendimin tim. Dhe nuk e di çfarë bëri, nuk e kontrollova me. Unë e kisha dhënë fundi që do ta ndaja, kupton, e kisha dhënë fundi që do ta ndaja. Te kjo fotografisë 94-s, që ruspia që po na ndan tani unë do ta ndaja, nuk ka arsye tjetër me fjalë. Nuk po na ndan ajo se ka faj çfarë futin jetën e tij. Ai u bë xhelos ndoshta për njerëz që pusja unë, edhe me shmekton. Nuk e di arsyeën e vërtetë se nuk rregullohet me asgjë, sepse nuk ul me mua të komunikonte thoshte e shumë muhabeti tash. Ulemi edhe më thuaj për çfarë futu me atë femër. E kapa duke kontrolluar foton e saj sepse e mori në WhatsApp ajo. Edhe unë e kapa këtu, I thash ma e telefonin tani direkt. Ai tha jo nuk ta jap. E kam ndjekur, e kam prisur, e kam ndjek në shtëpia, I kam bërë valizën gati, e kam nxjerrë në shtëpi, kam marrë policinë që nuk më le ajo të futem brenda. E kupton? Seria unë futesh brenda. Iku kjo. Nuk mora vesh se kush ishte ajo, po e pas tu pasaj, e pas duke kontrolluar Facebookun e saj. I kam shtyr, I kam qelluar në atko. Më tha kam dashur dua dhe do ta dua, sa se I shtyra. Okej, tash. Pra, le të themi që burri të deklaroj që e donte këtë grua. Po. Shumë ka thënë. E mora telefonat femër, I kam thënë duhet të flas pak me ty. Më thot po sigurisht do të hap dhe face edhe kamerë. I them unë një filanin, I them se am të shkruaj një dikur mesazh më pse futesh Facebook. Nga e dinte ai që kontrolloi, unë I thoshim shoq, shikoj që kishte filluar të flisin ata. I them unë asaj femre një filanin, më unë më ngon pak tha ajo. Po nuk kam pas asgjë me atë, sa ta vinë na shoqëronin ne dhe mbas e kam dalë unë dia fotografi me shumë njerëz. Atë fotografi që ke dalë me atë tash më ishte tjetër fotografi tash me çer dorën çapur, që vetëm me tash u dela shumë tash. Sa kjo, pa ti që ke goxha femra I s'bën ide që ande po këtë mirë, okej tash më sa. Më me te ka qenë, kush është filani, kush është fistani, sepse unë ku kam futur dhe një mashkull tjetër, e kam futur te kjo çka kam bërë foto aty. E kam futur tek ajo e ushtrisë.
Ka futur mashkull si që futa herën e parë, kjo s'ka futur mashkull, se kjo Zuzka tani, po të ka jo tjetra, ajo më respekton të jashtë mase, ajo e para, ajo e ushtrisë. Asë më ka ofenduar kur, unë e kam ofenduar, ajo kur s'më ka ofenduar. Ajo tani, kur i futa unë i mashkull tjetër asaja, për të kapur ti më shoj fliste akoma, sepse më betua herë, pasi e ka patur fundimisht, ajo më betua prapë, dhe unë doja ta dija të fliste akoma apo jo. Pikërisht ajo ushtrisë. Ajo tani, ky mashkulli që futa ta unë, luante me 2 porta. E kupton? Luante me 2 porta. Edhe më tha mua, shiko, unë do ta vek të ndër, po ti do më gjesh një femër atje, nëse do gjej ndonjë femër që ashtu do të kontaktoj tash, do ta dërgoj tash, do të them, do të lidhesh me një femër. E qartë, e kuptoj, po ndalemi. Ti e ke burrin, unë kam burrin i tash. Ai tani, unë tash edhe të paguaj të mbesh të futesh si inspektor. Sa, më po nuk dua asgjë, ta vetëm më gjej një femër aty. Po më doli tash, aty do të them, që ta di njëra që është e divorcuar. Nuk ishte mosha ime, ishte pak miri, shumë pak miri, po më duket djalë me logjik. Të kam motor, një motor kam, jam tek shi fëmijë të dy, kishte 2 fëmijë të vegjël, se e kishte lënë gruaja. Kishte 2 fëmijë të vegjël. Ndalemi tek kjo e dashur, tek e dashura aktuale e burrit tënd që jeton në Amerikë. Tani, Lerite, po këtu fillon dhe problemi, sepse me atë screenshot, ky burri që isha futur unë tek ajo e ushtrisë, kishte marrë fotografime se ai nuk di të bëj screenshot, ai di të bëj vetëm forward, dhe forward unë e mësova, se ai më tregonte forward çfarë shkronte ajo femra me këtë. Për burrin tim. Ky tani i kishte dërguar foton time asaj, ai kishte thënë shikon këtë femër, mua më thoshte ndryshe për kokë të fëmijëve që të kam motor, që donin t'i kapin përsëri nëse i shoq fliste me këtë femër, e kupton? e qartë. Se vera divorcin dhe ai nuk fliste me, mendova se nuk fliste, po unë prapë nuk isha e sigurt të fliste apo jo, doja vetëm ta dija ku do arritej i shoq. Edhe ky tani kishte marrë foton time në ana tjetër, që kishte dërguar se femra që jeton në Itali, të ushtrisë, i kishte thënë shikon këtë femër ti, pas ka dalë shumë për kjo po më kërkon foto nudo mua, edhe unë do ta bëj kur vi në Amerikë, do ta bëj kështu, i pëlqen shumë kësaj, ta kam dërguar foto aty. Edhe kjo tani e bën fliste me te. Kjo femra e ushtrisë fliste me këtë aty në atë kontakt. Kjo femra tani i bën screenshot, edhe mund ta shikosh dhe fare qartë kam dërguar foto, janë 2 fotot e mia. Edhe ja dërgon ti shoqi me dikë. Që ja gruaja jote çai shkon atje. E kupton? E merr telefon ky atë burrin, e marr unë, dhe burri i vjen aty. I them unë përballur me mua pse i ke shkruar këto gjëra kur ne bashkë nuk ka qenë marrëveshja kështu. Për ta kapur burrin tim, unë nuk të kam thënë që ti thua çdo gjëra i tash. Se ai ja ka thënë a vetë ti që për ta kapur unë ata visin apo dalë dia të bëj kjo apo jo do. I kishte shkruar ato gjëra, e kupton? Dhe kjo femra tani, ky o e ka përdorur një shoq të femrën tani vetëm pikërisht për këtë foto, se mendon vërtet sepse unë i kam bërë këto gjëra, dhe unë sqarova, i kam mesazhet e këtij djalit të gjitha, i kam mesazhet e çdo njeriu që unë kam futur, e kupton? E kuptoj, ti ke bërë gjithçka vetëm për të zbuluar dhe për të kapur mat bashkëshortin tënd. Po, sigurisht po. Po, i kam futur këta njerëz. Edhe një person tjetër prapë. Do të thënë ata lurin të gjithë kanë luajtur me 2 porta, me fjalë nga ana ajo që ajo hyrte gjithçka. Dhe unë nuk i pranoja, kupton, ata merrin hak kundër meje. Lidhet me këtë femër, përfundimisht kjo tani kur i them unë asaja përballur me mua kur e kap, sepse am tha që nuk e njohti të shoq, nuk e njoh mirë, e kupton? Pas disa kohësh unë i kap në telefon. Të dy. Edhe burrit saj edhe ata, dhe e marr telefon me numrin e burrit saj për gjithë shumë. Ka i them unë atij se tata i nuk kam qenë ata, më flas me burrin e saj, më tha mua, jo me atë. Të 2 numrat kishte. Filloi bëj share atë ditë, bëj nan. Kjo çfarë bën me tim shoq? I shkruaj pasën në Facebook tim shoq se shkruaj se Zuzka. I them zonjë them unë, përballur me mua apo ke vyzit e mua asaj, se më the që nuk e njoh, se mua nuk më pëlqen gënjeshtrat se. Po më gënjeve unë. E qartë. Gënjeshtën e kam pikër më të dobët. Mami na kujt troç. Ajo që veri mertim shoq vetë më denoncojnë polici mua që ajo përdor Facebook-un e atia. Kur kam thënë përballur me mua, se më thënë nuk më njoh, mua nuk më gënjen dot. Ik më kur më thanë mua. Se ti di të gjitha unë më thanë mua, se ke pas dashnorë se ke më thanë mua. Dhe shkoj. Ata mishku kisha fushur unë, aja kishte treguar të gjitha asaj, to mishku kisha futur unë për femrën tjetër. E po mirë, vinim shoq, çfarë ke bërë më thot mua? Çfarë kam bërë i thash unë atje? Tha pse e ashtu tha? Më thirrën mua në polici, jo, s'të thirrën njëri polici, se ata më treguan mua që ka një femër kaq e madhe,
me burrin tjetër këtu. Se unë vajte I bera denoncim të nesme nëse femre që po futet familje time po shkatëron. Edhe ky tani, jo thaj, më ke vajtu me te I tash atje, nuk të kanë thirrur ata I tash atje. Gënjen shumë fare, nuk e imagjino dot. E po mirë, vazhdoj muhabeti, e mora telefon, foli motra, ajo çfarë nuk sabër ata, çfarë nuk beri. I bera denoncime ka qerë, filloi pastaj ai më shoqëronte gjithmonë. I bera divorcin o deta. Jo, nuk I bera divorcin. Do t'i beja divorcin. E lash të muhabet e pak që flisa, me dhe gjithmonë telefonat, e pak se unë kontrolloja nga, unë jam ajo që I kam të tërë telefonat dhe unë jam ajo që kontrolloj vete tek ku është kompania. Kam që I kontrolloj me ke flasin. Unë nuk kontrolloj fëmijët, jemi të pesë me fjalë, jemi bashkë në një si thon, kompani. Në një kompani, po jemi të bashkë në një linjë, kupton? Edhe unë mund t'i kontrolloj me ka flasin. E kontrolloj që flise nuk ndjeva. Një ditë vete për të kontrolluar për telefonit e makinatia dhe I gjej një fatur lulesh. Ditën e parë ai më përqafon se e ka që mirë, unë e shty atë, unë do vija në kish, sepse unë vija në kish me një shoqe, se më pëlqejnë, e kupton, jam besimtare, edhe nuk vajte se ishte për cancel, tash do vete takoj dashin, tash me gënjeva, sepse e dia që I po merresh me të femër. Ai I ku punë, unë kse ma shpis, ishte për cancel, nuk ishte ditë. E po mirë u zhvesha prapuna, okej. Kur të nesmen, atë ditë ishte përvjetori I fesës tonë 17. Në 18 të nesmen, vete kontrolloj për telefonin makini, gjej një fatur lulesh aty. Kontrolloj atë të Facebooku sa ishte ditëlindja e saj. Filloj I them për çile ke bler këto lule për atë, ai ma merr nga grisate. I par datën, vete e gjej atë recipin e gjej që atë ditë ishte bler, sepse atë ditë ishte. Jo ande po ktheje ku janë lulet çfarë, sepse recipin e gjej aty ishte mbledhur ai. Unë hap gjëra kodi. Aty fillon sherrri. Vete pastaj nuk do rrije me të zire me këtë tash, vete I bej urdhër mbrojtje ta nxjerrë nga shtëpia. Arriti kulmi, e kupton? Që ta dëbojë nga shtëpia. Ta dëbojë nga shtëpia, se s'kishte rrugë tjetër. Ai tha pastaj që jo ande po këtej nuk thosha asnjë, se kishte kohë që nuk fliste, që kur merresh me këtë femër ai me mua nuk komunikonte. Dakor, edhe nuk e di që jetonte këtu afër, ajo kishte ardhur këtu se jetonte shtëpi tjetër, kanë ndruar 2-3 shtete dhe kishte ardhur këtu afër. Ai ka ndihmuar për çdo gjë ata, si familje, të tjera, mua s'm tregonte asgjë. Dhe ajo jetonte aty afër jush. Po, aty afër, jetonte këtu afër, sepse ta polici që ka ardhur këtu, ne dia se jetonte shtëpi tjetër ajo. Këtu do të vërtetat. Nëse I bëra urdhër mbrojtje. Disa që më kishte bërë kusha në rini, ja shkruajta. Edhe doli ditë e gjyqit ku do fitonte ai apo unë që dilte nga shtëpia. Ai se besoi me fjalë. Ai nuk e besoi. Nuk I ku nga shtëpia. Unë nuk I thira policin, sa I të mbut kur bën urdhër mbrojtje duhet I kish nga shtëpia. Ai nuk I ku. Një ditë filloi futesh në shtëpi prap. Vajti pa gobilla çaberi këto faturat e filloi te dera çfarë u futet dera tamo çai bën dia se sa mua çai bën se tash çfarë po I bën na se po merresh ti me atë femër po merrem me atë suski tash se po afron ti atë femër po merrem me atë mos ta kush ti nuk merresh me atë lavire tash na u futet do me ti hapë derën tani direkt tash të kam bërë shkresa të divorcit sa çfarë shkresa të divorcit kisha marrë sa fleta për të plotsuar por nuk e kisha bërë akoma I kisha marrë për të plotsuar po nuk e kisha e qartë përfunduar. Ja patia imi për vitin në fytyrë mua edhe gati të vitin ka përra. Unë qa kishte në komoj e shtije. E po dile me qa kishte atje të komoni, qa kishte parfyme gjera e shtije. Më ngurë të nervat. Se e mbron akoma I tash. Për se e mbron akoma atje atë femri I tash. Se e mbron të me gjithmonë. E kam butur. A I mori policin. Ka marrë policin. Meri tash, unë kisha doktora ditë. Meri tash vetëm vende do mërsh, mos e meri tash do të fusin burg, se ti ke prishur rregullat I akoma shpëtime. E mori policin, e morën e arrestuan. Sepse ai kishte prishur rregullat, nuk e morën për mua. Jo më ka goditur, ajo do vej në burg, se më ka goditur, ande po këtë I bën në X-ray, të gjitha se godita në qaf në fakt. Me një në ato loshën, e këtone kapi ajo pishti loshën tu. Edhe ajo I ka vajtë spitale tjera nuk e di qa ka bërë, e kaloi limitin ai, e kupton? Si përfundim, më thot shuni ma qa ke bërë, më thot mua. Pse, I mori vetë policin babi, unë I tash mos e merë do të fusin bukë se ti I akoma të shpia ime. Se unë nuk e kisha marrë policin kur, edhe pse u tash për mi unë do të ndjek, mos bëja së në gjemë, thosh, e beja për fëmijë, e kupton?
Se e mbronte akoma maskaraj. Filloi pastaja çuni amano ma pse ashtu kështu atë ta marrin nesër në burg. Ai do dishte në spitali. Do ta çonin në qyq. Se kishte bërë rregullat, kupton? Kishte thirrur urdhrin e mbrojtjes, që do të ishte urdhën e mbrojtjes, vete unë pastaja në polici prapë se kam shumë afër, i them kam vëllai, them aty një djalë shumë i mirë ai është i smur me zemër i thash. Po e manipuloni femër i thash. Unë po e bëj për fëmijët e mi dhe për vete që aty mos i ndodhi ndonjë frakt, se po kaloni ekstrem mund të ndodhi edhe unë nuk dua të jem fajtore që ai po kaloni frakt. E kupton? Sepse është femra tjetër që po shkatron atë njeri, po ai nuk kupton. Më tha, mua nuk e di çfarë do bëjmë, mua nuk e di çfarë mund bëjmë se i kanë këta rregullat. Më tha, unë e shkruajta, bilis bëra dhe një report, të lutem, kështu ai është smur, ka dhe probleme mendore ndoshta i thash, po mos e bëni që ai të vejë në burg, se ta çonin në burg ata, ta çonin për disa ditë derisa të dilte gjyqi me një fjalë që për çfarë është burg, do vinin gjëra procese të tjera. Kishte dalë në spitali, pastaj ky më merr ai polici mua, më thot mua, dëgjoj thot, nuk do t'i bëjnë asgjë aty, ai thjesht do vinë në shtëpi me policin, po nuk lejohet të rri aty, sepse është në urdhër mbrojtje akoma, nuk do ta çojmë atë gjëra që ti tha, ti je shumë e qetë më tha mua, thash nuk po e bëj për fëmijët, i thash mos kalojmë në ekstrem, vetëm për fëmijët i thash, ai meriton çdo gjë. Më thot mua, ti je i qetë, ai do vinë në shtëpi me një dy polica na këta të marrë rrobat, ti mos i fol, mos i bëj asnjë gjë. Edhe ai nuk është i liruar krahas ty, do vi të marrë rrobat e do iki. Dakord. Faleminderit shumë i thash. E kupton? E hoqja edhe nga ky problem atë tim shoq. E kupton? Se e bëri vetes. E mirë, ikët, thash do vemi në një hotel. Pas sa ditësh, e di çka tash do t'ja hiq. Do t'ja hiq urdhrin e mbrojtjes se nuk po ndisha edhe vetë mirë. E kupton? Do t'ja hiq urdhrin e mbrojtjes se më luç dhe çuni. Edhe vetë nuk fria mirë, do t'ja hiq tash më nga. Të kthehet në shtëpi, të mos sqaroj ose të bëj çfarë të doj. Ja hoqa motra. Urdhrin e mbrojtjes dhe i thot çuni mami ta hoqim urdhrin e mbrojtjes tani. E po mirë. Vetë çupa ndar, të nesme nuk kisha përcjell të mballëm, dhe emi se më shtyr dhe briç. Do vetë me surgjeri, ai thon çupës, ti e di adresën e femrën, sepse futesh në Google me emrin e saj, i ke kontrollojsh babi aty apo çfarë ndodhse, nuk dinin gjë ku jetonte. Mirë do çupa. Po do vi mami unë, do vi me ty sa të çoj tek dentisti se mund të çoj me slipin ty tha, dhe nuk e ngjet dot makinën. Okej. E po mirë, gjatë rrugës, kur ata nuk më bën sugjeri se ishte e lehtë, ma hoqën atë rrethën që më kishin ngelur, rrugës ma do të kemi gjem, thot çupa, hejde mu. Ajo ishte makinën. Babi thash, ishte atje mbrëm, tha. Makinë e tij e gjitha para parkimit, ma dërgoj me foto me të gjitha, kam vajtur, kam trokitur, kam bërtitur, u kam thënë kush babi, ma nxini këtu. Ajo kishte shkruar ajo kurva. Ai flinte aty kishte një flinte të shtëpisë saj. Në familjen e tij. Pikërisht në familjen e saj, pra atë po ndash në familjen e saj. Por ajo e kishte burrin aty? E kishte më çe kishte. Po burri i saj nuk kishte kuptuar asgjë. Po nuk beson burri i saj që ai ka pas lidhje me femër. Prandaj janë këto mesazhet e dashurisë që ja ka bërë tash ajo, ti kam dërguar. E dinte dhe thotë që kam shok. Sepse burri im i ka ndihmuar ata me fjalë. E qartë, që i solli aty në. Edhe ai kishte shok, e dinte historinë time, unë jam e çmendur, unë kam dashnor domethënë, edhe i besonte gruas tia, e kupton? Të gjëra si kanë manipuluar ata. Si përfundim, aq ma ka lëruar thashën që ja hoqa restriction i thash. Emi po flisja unë me dike. Në atë kohë, kur vinë çuni vogël, ma, policia këtu, më thot mua. Të dera, shne policia këtu i thash. Vetë atje, më thot mua ai, ke një urdhër mbrojtje, më thot mua që duhet dalësh në shtëpi nga yt shoq. Do me thënë, unë ja hoqa para 2 ditësh, atje ka pi vajza, të nesmën i ka thënë Elzus ka qik, dhe ati nxirë tia të në shtëpi që të marrë shtëpi, edhe shtuke nga shtëpia femra. Ai me mendjen e saj kishte vajtur, kishte bërë denoncimin, kishte shkruar që unë jam e çmendur, kam probleme mendore, edhe e trajtoj keq fëmijët, duhet dalë nga shtëpia. Do la una shtëpia, dakord i thashun. Po unë la bëra aty tashun dhe ja hoqë, tash se më di keq. Tani ma bëri mua ai, i thras motrës, unë vi motra me mbesa, mirë thotë. Çuni filloi të qante, mos më lër me babin, të lutem, sa ai nuk e shikon asnjë, nuk e ka parë. Të lutem u thosh atyre, të lutem. Gjithë ato makina policie, nam, ka bërë nam, edhe nuk nxuri. Është bërë nami po the për një kurv. E po mirë. Tash o sot i mas. Erdhën fëmijët, ka ardhur fëmijët të tyre të mëdhenj, se ja të mëdhenj fëmijët e mi. Edhe e njohin shumë mirë kush është im shoq. Më ka thënë me kohë ndaje, kupton, pa ndodhur këto gjëra. Sepse e din se kush është. E po mirë.
Vetët e motrat natë, çuni merrte tezën në telefon, i thosh kush mami, po të flas me mami, ai e la vetëm. Mirë se e bëri ndrotje, po me këtë dalite atë çun. Me këtë dalite nuk erdhi aty në shtëpi. Unika çuni ngeli vetëm. E merr çuni pasaj se s'dua, ke parasysh se kemi 7 vite odeta me këto probleme, me 2 eksët e atia. Sepse njeri komunikon, kush ka si thosh reago, çfarë më ke bërë në 94 tani, reago dhe mendo. Absolutisht nuk e bëj. Aktualisht i ke ikur nga shtëpia jote, jeton në shtëpi tjetër. Jo, unë jam shpitime tani, po dalet ti, po ta tregoj. Do të tregoj dhe pakun ty, kam një vite sa unë. Dalet tani, beri gjyqi ky, më beri më restriction, unë dhe motra, ky nuk e ndërpër. I thoshin fëmit ka vajti lokali ku punonte, ja kanë çuar çunin atje. Edhe e kanë pur jashtë, bosi e ka pur jashtë, i ka thënë çaj bere mamas ti o maskara. Vajza i ka hedhur kafen e ngrohtë në fytyra. Çuni ka shtyr në kokë. Çuni ka qelluar. Ore maskara i ka thënë, ça bere ti. Mire ndoqe maman, po djalin pse e le vetëm. E këta lidhe kur ti bërë restriction duhet jesh atje te djali, e kupton? E mirë. Ndenjat natë humbi dhe punën, që punë tratë se punonte me sigurimin. Se fëmijët nuk e ndihmuan. Absolutisht që ta shkonin çunin. Vajza jetonte aty akoma, se unë vajza jetonte veç, e solla vit lante kreditet e shkollës, që të servonte mani. Edhe ishte aty akoma vajza. Ky ndenjë pa punë, fëmijët nuk e shikonin natën. E kupton, ai ndenjë pa punë 2 javë, humbi dhe punën. Atëherë. Çfarë bën sa mami ta, nëse ai fiton çunin ta, ju lutu ka qirta vetë restriction, i gënjete fëmijët. O ja hoqa mami që të vite në shtëpi, ja unë shtëpi më kapte policia të çonte burg të vendet të njëjtin gjë. E i gënjente fëmijët. I dërgonte ato të mia që u kisha bërë cancel. Ta mama hajde në shtëpi sa i gënjenten ata. Çfarë nuk i mallkonte fëmijët ai o perëndim, çfarë nuk u thosh. Ju ma bet. Andi po kthej, sillesh keq me djalin, sillesh keq me çunin. Erdhi dita, vajtëm për të bërë gjyqin, se do bësh gjyq, po të bësh si do prova, apo? Se unë prandaj bëra kiencë se kisha prova me gjakosje në fytyrë që isha zen me këto për këto kurbat. Ai nuk sqaronte mua, por rrishim. Kur e godisja unë ai më çellonte. Nuk thosh ndalo, hajde të sqarohemi. E kupton? Unë për mos ta futur në burg, sepse vërtet unë ja bëra atë restriction atëre, po kisha dhe prova. Për mos ta futur në burg e anullova, se do ishte keq për atë. Ai ma bëri mua, o të lumtash, tani që ma bëri mua, do ti i bëra foto pikësht të gjitha, se do të nxite mua në shtëpi aty. Mua të keqe. Vemi në gjyq, nuk di gjuhën sa ajo, nuk e di gjuhën, unë s'kam nevojë për translator. Nuk di shumë gjuhën mirë sa ajo, do translator. E bën cancel. Djali tha unë do vras veten ai vogli nëse unë nuk jam me mamin tani, nëse vazhdon gjyqi kështu, ose nëse unë rri me babin, unë do vras veten, tha çuni vogli. O thoshte këtyre. E po mi bleva telefon djalit, unë isha pa punë atë kisha dalë puna. I bleva dhe telefon për ta gëzuar, një telefon të ri djalit. Ke parasysh, nuk komunikonte me mua se kishi prit dhe fëmijët më bënte ndonjë gjë ai, nuk komunikoja fare me fëmijët. E po mirë, u bë gjyq që tjetër tha, nëse ti nuk merr avokate, unë basim djalin tha, unë do ta vras babin dhe familjen e saj, se çuni ka revoli, e ka marrë me lejen e shtetit. Kalon njeriu në ekstrem, sepse ata duan shumë vëllain e tyre, e ka rritur vetë atë vëllain e vogël. Po ka qenë djali 19 vjeç dhe çupa 17 ku unë kam lindur fëmijën e vogël. Edhe këtë fëmijë e ka bërë me zor ai, që mos të ndajemi, e kupton? Ku ka me këto zuskën e koçës, për herë të parë. Se unë doja ta ndaja atëherë, po nuk e dava. Se ta ndaja do isha më e lumtur tani, ndoshta edhe me atë djalë ose me ndonjë djalë tjetër ose me një burr tjetër, nuk ka rëndësi. Po unë doja familjen time dhe nuk i bëja dot ose bëra me paqe ndarjen, e kupton? Me zor nuk bëhet ndarja. Vazhdoj. Vajtë me gjyq për të fundit, unë e mora avokatin, po unë nuk kisha nevojë për avokat, se unë kisha prova. Po just në case ta çunit, të lutem, sepse unë nuk e di çfarë do bëj ta çunit, edhe çupa. E mora, pagova $2.500 odeta, me pakta që më mori ai, se do më mini 5.000, 7.000. I dash prova, reportet e policisë të gjitha, se nuk doli, ai do të fusë mua në burg që kisha goditur një qaf. Do fus, nuk kishin dalë asnjë gjë. Edhe pse ai ishte restriction, nëse do kishte probleme në qaf ai goditje, unë do mirja charge, e kupton? Do dënosha me leka, kush e di, nuk e di. Por nuk ishte asnjë gjë. Do të thënë policia, unë isha e pastër. Ja dërgoja të gjitha ati, mirë sot ai vemi në gjyq, ai çfarë avokatin e tij që në fillim. I çfarë avokatin e tij për nxjerrje në shtëpi. Që në fillim. Kishim bërë një video të çunit si e trajtonte çunin që i hapte derën në ibërtisë së çunit e shante, të gjitha gjërat, djalit vogël. Djali ishte smart e kishte bërë video. Djali vogël. E hodhën ato çipat neve. Edhe aty filloi të gënjente. Unë kam dashur të theta, po kjo ka
nuk e di ka dashnor, ku ti mos çe thoshte aty, gënjente shumë gjëra. Unë mora fëmijët si witness me një fjalë. I thash, okay, i thash, edhe djali i thash, mami, ne mund ta keqëlluar, tha, si gjithë femrat e tjera që duhet ti, si i thon asaj, duhet ti, nuk e di si të them se në anglisht, duhet ti edukoj fëmijët e saj. Ke parasysh ku shtin ndonjëherë fëmijëve? Ku bën gabime? Edhe vajzat njëjtën gjë. Edhe unë kam parë vetë ka djali ku isha klas 6 që ai ka qelluar mamit me grusht, ku ka ardhur isha me djalin një herë unë, kam qenë me djalin në dyqan Lojrash, kam dhënë shumë gjatë, edhe unë punoja mbas punës çoja djalin kupton ai. Unë gjithmonë mesha me fëmijët ai asnjëherë. Kam dhënë shumë gjatë, në fakt kam dhënë shumë orë, po isha me djalin, në çdo aktivitet ai loste me Lojra. Unë s'kisha as telefon atëherë, kupton? Nuk kishte as telefon që flisja me njëri. Nëpër chat. Çfarë vendosi gjykata? Si? Çfarë vendosi gjykata? Ta dha ty kujdestarinë e djalit? Po tani, po pra. Edhe dërgova fotot, jo ta se kam goditur uta, është çart të puna. Jo, kjo që jam çart të puna, sepse unë kisha një incident të puna dhe isha në gjyqme ata të punës, po datat ishin të ndryshme dhe shenjat ishin të ndryshme. Edhe ja dhash të gjitha me foto, si më kishte trajtuar, edhe me leshtë që më kishte shkullur, edhe me flokët të ndorë, që i kisha marrë dorë që më kishte shkullur, sepse unë zisha për femrat, ai më rrinte mua. Unë e kapja e dhunoja, në fakt që të më tregonte të vërtetën, se po plasja, i kërkoja një pse. Ai fillon të zish me mua. Nuk më tregonte asnjë. Gjykata pas 3 ditësh i dha atij 2 vjet jashtë nga shtëpia. Dhe ti u fute në shtëpi. Unë nuk futa në shtëpi, ai iku në shtëpia. Dhe nëse unë nuk do ta bëja prapë, ai mund të futesh pas 2 vitesh në shtëpi. Ai nuk fliste dot me djalin. E kupton? Po. Ai shkruajti djalit, edhe kur ishte i shkruajti për ditëlindje, i shkruajti djalit. Unë i bëra divorcin pastaj më vonë, realisht. Ai nuk sa më fal, i thosh çuni ty mama, as më fal edhe do hajde ta sqarojmë gjërat. Absolutisht. Ai vazhdonte me atë femër, hapi Facebook ajo femër, çon tek të foton time që ka bëra ai personi ashtu. Edhe e manipulonte tim shoq. Por sot ti jeton me djalin, ai jeton më vetë apo tani po dale, pas një viti ai donte taksat, i shkruan shumë i dua taksat, nuk i jap taksat, që prente taksat. Ai Darin unë nuk e pranoj sa të jetë gjalla ajo, tha, unë nuk e ndaj ta atë femër, tha. Atëre, unë po vinte dita e ndarjes, na kishin ardhur kaq që ai nuk ish paraqitur, po vinte dita e ndarjes. Po. Ajo kënaqesh me burrin e saj dhe me tim shoqe, kupton, dhe burri im pasoi aty vunte familja ime. Agushin të 4 qëra shtëpie, e kupton? Tash, e pash që fliste pastaj në telefon me këtë të italisht prapë. I thash maskara, nuk pas këndër, në vetë më lidhesh ti akoma u marke me atë tjetrën. Prapa i natë italise, duksh në linjë, ajo ishte zen, kur e merja una ishte zen. Edhe i shkojmë atia, i them, jo tot, i them unë po të kam marrë për divorcin, të kam shkruar për divorcin, më bëj divorcin mua me paqe dhe jemi në rregull bashkë. Jo, unë s'kam grua për të ndarë, s'kam grua për të ndarë, i kam thënë dhe vllajt tënd, unë s'kam grua për të ndarë. Po më hap dhomën aty të lutem se paguaj gjithë ato lekë, më hap dhomën, më bëj dhomën gati, mos paguaj gjithë ato lekë. Mendojmë pastaj të më këto zuska tallen me këtë, më shkërdhej me burrat e tyre edhe familja ime shkatërrohet. Tash do të jap një mundësi në shtëpi vetëm për fëmijët që mos më thonë më vonë edhe se ti dhe pisim që unë e ndava, pa arsye. Jap një mundësi tjetër, masë do komunikoj se nuk e dia historinë çfarë kishte edhe ne këtë dhe natë. Me atë të italisht nuk ishte gjë, me elemente për xhelozi, ç'është që ka, ose do të kalonte kohën. E kuptoj që po ndahesh, kishte këtë unazat tita. Si përfundim ja hoqja ja bëra cancel, ja anullova restriction. Do bëte 2 vjet deri 1 vit. Dhe fute në shtëpi. Nuk e futa akoma, flisnim, komunikonim, ai prapë mbronte atë femër. I bëte like në ite gjëra në prato, më plasi. Atë lum tash. Lere e bëra këtë gjë tash, nuk e theme. U kthye në shtëpi pas sa muajsh. Prapë mbronte. Pas 4 ditësh që kisha këtu në shtëpi gjeta këto letrat e dashurisë që bëra për ditëlindje, po pikërisht këtij viti. Aty viti që ktheva vjet. I thash kush janë? Ja që më dash ka njëra ti s'më do tha, ja jo më do tha ai. Po nuk e dua thaj. Kaq. Çu i plaç ka gjëra ndej po këteja. E mblumblot për familje ndej po këtej, tash më nga
Më merrte mua me zor, më merrte në telefon, moj maskaresh më thot mua, unë e di që ai zvetet të ty, i them burri imesh me mua I tash, po I dorë nga ai I tash, se merrte në telefon gjithmonë kjo. Si pa kam nevojë edhe thotë ta. Më thot, moj ti je I qilbur më thot mua, sepse ti ke infeksion se u kisha një problem kanceroz, por nuk ish kancer, e kupton? Në qartë të mitrës, sepse I thosh ky asaj, ti je I infektuar, je veremosur më thosh mua, po të haveremi më thosh mua, nuk vin gëzimi me ty më thosh mua, sepse e ti e njoh shumë mirë gëzimin që ai me ty nuk vin kurrë. Moj tash, na I me mua e të mbremi tash edhe më sa që çupën ja shkërdhej, po ajo është plak. Ua, filloi të bërtise, ma e, na kurvën I tash, u foli thuri tash ma djatë. Se vite me mua, e kupton më merrte. Edhe pse t'jeni veç, më merrte vetëm kur kishte nevojë. U shkallua, prap nuk I besonte. E ka shanë në sytimi I kanë qirovte, I kanë bakteria se prap vazhdon të triste me ata. Nuk ndryshoi. Derisa e kapi çuni me atë foto që ai prap me atë foto që kam dërguar që ka të çunin nga dritarja, e soi të shtëpia çuni sa vlen shtëpinë çuni. Dhe tani ka përfunduar komplet ai. Çuni tha ma, unë po në një të shtëpia ime do ikë në shtëpia. Çuni, shtëpia e re është në emrin e çunit edhe në emrin të tia. Dhe si përfundim, ai futet në çdo kohë atje, se po ta ndiqja unë futesh atje. Unë ja dha shansin për ta kuptuar gjithë njerëzia që unë ja dha shansin këto 6 muaj dhe ai prap nuk ndryshoi, e kupton? Prap e mbronte. Edhe e mbronte dhe shanti në sytim, ai shanti në sytim, e kupton? E shanti gjithmonë në sytim, nga ana tjetër merresh me ata femër. Ajo femër nuk I ndash, nuk I ndahet. Tani çfarë ka mund që ajo më nxjerr mua pisllet kur ajo po merret me burrin tim. Unë tani janë e lirë, ka qenë e lirë që para 2 vitesh me nga I persona, për çfarë kam kapur, që të kisha një person. Po nuk e kam pasur, e kam bërë për xhelozi çdo gjë. Ai I mashkull duhet të bisedonte me mua. Tani ajo ka burrin, ka familjen e saj. E kupton? Fëmijët përfundimisht e hoqin jetën e tyre, e hoqin që vjet. Po unë për ta kthyer me fëmijët aty, afate. Dali do ndryshonte apo jo për fëmijët. U bë Thanksgiving ai sendi me fëmijët. Çupa me zi e pranoi, e kupton? Tani ka mbaruar ai. Edhe për ta kuptuar fëmijët që unë se I thot shumë I tim që dhe ajo ka dashur ka hedhur këtë, se unë kam dalë foto me një djalë, kur ai nuk ndryshoi, kur ishte në shtëpi, dola foto me një djalë për ta parë ai të ndjente ato që kisha ndier unë. Për xhelozi. Por çfarë ke vendosur? Ai tani thotë që ajo ka atë djalin prandaj më ndat mua. Nuk e kupton që ai u mor me atë femër. Nuk u të bisedon, nuk kam çfarë të bisedoj me ty, më thosh. Nuk kam çfarë të Çfarë ke vendosur tani? Çfarë ke vendosur? Ti jeton me atë? I kam hapur divorcin prap. Çuni tani ndeni dy atë çuni, atë ditë unë se çfarë në shtëpi që kapi çuni tek shtëpia e tij. E kapi makinë, nuk e ka kapur shtrat. Nuk di ngjë ka bredhur apo s'ka bredhur me femër. Po derisa I mashkull disrespekton familjen e tij, fëmijët e tij, s'do ta di dhe vazhdon të merret me një femër. Më mirë me mua, unë e kam kujtu ndarjen me paqe. Mund të thosh tek kështu që hajde ndajemi me paqe. Unë I thash, unë lekët I jap të gjitha vetëm ndajemi me paqe. Dhe I dua fëmijëve, unë nuk dua lek. Ai tha që unë nuk të ndaj kurrë në kurrës, e të ndaj ty do të marr prapë. Unë ty nuk të ndaj dhe po deshe lekët janë të tuat. Janë të tuat të gjitha lekët. E ke vendosur që do ndash apo do ta falësh siç ke bërë ndër vite? Nuk ka tjetër, nuk e fal. E kam kujtu 6 muaj ja kam kujtu komunikimin të jetën odeta. Të jetën, ku qëndron e keqa? Gabimet e tij u bën që në fillim, e kupton? Tani këto gabime kanë ardhur gabim pas gabimit atij. Nëse unë kam gabuar, që kam folur me një mashkull, kam folur për hakmarrje. Jo se ke trahuar, qartë, jo se ke trahuar. Por ai nuk më ka treguar të vërtetën e 94-s, të vërtetat e 94-s ndodhin tani, që ajo e do atë mashkull, ti shiko mesazhet I kam dërguar, nëse si ka hapur, që thotë ai që u lidhën bashkë, çfarë atëherë? Ai ishte lidhur në marrëdhënie dashurie me femrën që kush ta zan me mua, prandaj donte ndarjen. E kupton? Po ja mbulloi. Tani çka kërkon ajo femra I, unë nuk e kuptoj, po shkatëron familjen e tij për femër. Unë nuk e fal më herë, gjallë do, nuk kam më ai shans. 6 muaj ai nuk ndryshoi. Vinte për tiste me mua sikur isha pronë ti, laja, shplaja, I thosha se është pocaqi, rrobat do deta ti dëgoj me tel, si që në strengul kanatinet e kam lërur jashtë, sepse unë kam shtëpi private. E laja ja palosja I rregulloi privatin 3 herë në javë I djersiste se ai ka probleme me zemrën, që djersit shumë. E laja, shplaja. Ajo femë më thotë s'gjitë gatuar, 25 vite kush I gatoi atij mashkullit. Mirë dashur, sigurisht po vjen keq për ty, për të gjithë historinë që rrëfeve. Tashmë ti e ke vendosur të shkosh drejt divorcit dhe këshillën që t'i jap është mendo për veten tënde dhe për 2 fëmijët e tu. Të uroj gjithë të mirat tek kësaj bote dhe të përshëndes nga Tirana. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Ju urojmë kësaj emigrante
Ti jetë nëna më e lumtur në botë, krenare për fëmijët dhe sinqerisht më preku me historinë e saj, përballjen me tradhtitë e bashortit për shumë vite, për gjatë gjithë martesës së saj. Kështu që ju urojmë vetëm lumturi. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me ju me këto histori të dhimbshme, histori reale, histori shqiptare që vijnë jo vetëm brenda territorit të Shqipërisë, po kudo ku ka shqiptar. Faleminderit miq dhe ritakohemi nesër.